Të nderuar miqë, lajmet që shikojmë, Tirana përmbytur, Durrësi përmbytur, Vlora përmbytur. A kanë pak turp këta socialistët që kanë drejtuar ndër dekada këto 3 qytete kryesore, ku në verë thahen për ujë, në dimër përmbyten nga ujë, vjen vera 45 gradë nga betonet që kanë hequr paqet, lulishtet dhe nuk ka ajër. Mbetjet e plurave të ndërtimeve kancerogjene, rekord botror Shqipëria sipas OBSH-s për vdekje nga mushkrit. Nga tymrat e makinave se nuk kanë bërë rrugë, po kanë bërë pallate dhe pastaj u kujtuan të bëjnë ato 5 rrugë me çmime katastrofike. Po katastrofës natyrore, si do t'i shpëtojë kjo Shqipëria? Nëse këta dorëzohen dhe thonë kemi vjedhur, kemi vrarë, i kemi bërë të gjitha marrëzit, nani dhe parat që kemi vjedhur. A dalin ato para për të riparuar dëmet e tyre? Kjo është pyetja, jo $1 milion, po $1 miliard, se dëmet që ka shkaktuar Partia Socialiste prej vitit 41 duke vrarë kokat e Shqipërisë, duke instaluar regjimin më të çmendur që dhe vetë komunistët që e ndërtuan u habitën me marrëzit Enver Hoxhës, sot Edi Drama ka mbyllur gojën se vetëm ai, Bjondi, mund t'ja lej patllaken në tavolinë dhe prangat në zyrë për të marrë dënimin e merituar ky mosër që shkatroi Shqipërinë. Dash Zoti Donald Trumpi, bëja këtë nder shqiptarisë.